Kur I tha dje, shkopin e detergjent. Dje, meritoj, hum lidhë që sa. Ishte të visi. Po, dhe ke qenë mirë. Se po një gjoja nga lartë. Po, ja thashat. Ja ke onë gjyst. E këpute si fik I pjerdur. Shkoj me flejt. Iku direkt. Dhe ishe shumë. S'kishte më shatoshtë. Shkopin e detergjent, unat. Shkatrova. Ajo fundi ja pasha, sa ja pasha dhe ato veç ka hopsenë. Dhe detergjenti ku të Edhe ma bo një kështu në fund. Po, me dy. Me dy. dysh. Në ka të vetën. Kur dali nga këtu, zoti mjaftojnë gishtat. Unë e të gjojnë. Zdo di, nga ti qoj më përpara. E miro! Si Gjau Romiri si tjetër njeri, nuk e di pse. Thash nga pas kanë fut konkurrent tjetër. Pata një siluet ndryshe. Romirio, kështu është gjithmonë. Po pra Çdo më ditë. duk ndryshe. Dhe zbar mjekra shumë, po. Se ka pas, jo, se ka pas ka I bar. Ndoshta mos e ka më Po, të apo I bjen dielli. Shife më, Ovis. Se I bartë, po, si Ismail Qemani. Ai na shef dhe. Ai na shef dhe ne shohim atë. I thasha ishin syzet. Jo, më jo, shife. Kapelja, syze. Ose është refleksi, ose nuk. Jo, Se shkokoj diri se të Apo e ka dy. Nuk e di, po shumë e bardhë duket për këtë. Pra na I thash më duket si njëri tjetër. Është bardhë. Ja ta froti. A I ma jesh. Gjithë Shqipëria me kishë. Brigjet. Se unë tek. Brigjet. Brigjet. Brigje pa fund. Ismail Qemani. This that guy. Thuj me pujatën e kompërgjit. Deri pas ditës është A shumë si. I mrekullueshëm. Po ma bën mua soni. Po, I dhe mos përtitë. Mrekullueshëm. E kam si Zamamina. Jo Zamamina, jo Xanax. Xanax. Sa do ta shoh. Se kam përdor një herë. Kur t'jem jashtë. Kam pas. A shumë. Këtë unë sa do Sa ta shoh. shok. Ta shoh As jo edhe asje, ishte njëri që përdorte dhe e di që quhet Po, i Xanax, gjithësus. po. Si ishin të Kur s'kam dy, përdorur jo, kaq. ti the për mua, unë tash Edhe unë ekstremi, se? atje. Unë vetëm I laçë mos me mëzo makina, kaq. Ekstremi. Çfarë është ekstremis? Pikën e fundit. Në ekstrem. Po të shkosh në po, edhe unë. E marrë unë, se marrë shumë 37 gjysmë 38. E lejtë bëjt vetëm. Unë ka që... Ka nevojë dhe trupit të... Po. Prapë? Jo, janë duke Me shumë. jam vidash. Sfida. Nga që... 2. Fëqo këtu. Këtë tjetra. Ja. Djathi që ka super. E kujt është këtë djathi? Shumë e mirë. Po.
shkret. Knaq. Të shijojnë këto gjërat më shumë se çdo gjë tjetër. Jo, thjeshta. Edhe ata dje kishin. Kësi në rrit, që? Edhe ata dje kishin gatuar shumë mirë. Gjithë kalamajt vdesin për këtë ushqim. Bëj mami shkoj gjellë për ditë. Pam. Ka marrë marrë për gjona të gjyshës të më. Është gjallë, a? Jo. Jo. Sa që? Ka... Gjyshja ka vdek, natën e premierës të filmit të. Se vjetë që ishte? Në ti pa. 87. Sa i natë? Ka një zoj gru. Shkodrane? Beatrice, po. Ma bra. Katolike. Ah, okej. Beatrice, ekonomiste në shëra këta mjetën. Gruja e bepit. E qënë Po ka zonjë. kanë shumë e mençme. Tepër e mençme. Ru me kulturë. Shkodranët janë shumë gratë mençme. Edhe zoj, ma di pëti se zoj. Unë kam shumë qef. Marote. Kisha fanë se numër 1. Më jap të gjithmonë ato feedback, më thote qa më note, se kisha ba, se kisha ba. Ka një liru shumë. Nane kena bashkjetu i muje gjysë. Kur ardhëm për i shfaqe në Shkodër, Nejtë me të? O, zot qaj qefi, me jetu me 30 vjeç. gjyshe. Po, Musha 30 vjeç. pa atëherë shqion më shumë se jem më i rritur, më i vetëdijshëm. Edhe nana si kur rinë gjallë, sepse ju dukte si kur ishte kësillë e baba, ku gjyshi. Sepse të njëjtë aturore në teatr me prova Po, kompletit së. ju këthy gjithë historia. Komplet. Bate me hangër në drejt, kur këthesha mas Zemra. prova, në darë, kur këthesha mas prova. E pas ka jetu dhe i erë një moment, atë rinjin e saj. Unë i thosha Koinkulina. Je Koinkuj? S'ka si gjysha, të zotë. Ndashuria gjysheve është... S'ka. Unë kam pas fat që makare ka arna e nanë si kam gëzu, se ka arna e babës. Ka një kur kam kanë shumë i vogë. Kam vde, Ti e ke gëzu gjysha? djerë në gjimnas. Në bas gjimnazit, si e tunë më. Nëna ime, ajo që më ka vënë emrin, më ka vdekur kur unë kam qenë shumë e vogël, 6 vjeç. Me ato jam rritur. Në një shtëpi. Dhe me thënë ato vitet e para. Një ka qenë një korçare e jashtëzakonshme, një njeri i jashtëzakonshëm. Kam kështu pa kujtime, se kam qenë shumë e vogël, po të paharrueshme, kështu si fragmente si film, në kokë, momente. Kishte një kukull porcelane, që e mbante aty të ajo si kredencë, që kishte të dhoma vetë. Edhe unë vdisja për atë kukullën. Mertëm me zim ta jepte, se korçare, më meraklie, fiksume. Oke, dhe ulemi këtu, ulesha unë këtu, të vinte të laja duar, të vinte kukulla këtu dhe tani mund të luaj. Edhe rinte aty roje se mos i thyej se kishte shumë, nuk e di kush ja kishte lënë tresh i gimi, po ishte një gjë shumë jashtëzakonisht, me vlerë, kështu. E merë dhe keq që se di pastaj ku shkoj kukulla. Qa ndodhi me kukullën, dhe kur nëna u mbi jetën, vdish me infarkt, pa pritur, do me thonë shumë e rej, 60 e ca vjeqë, ka qenë një grua jashtëzakonshme, përveç se ishte 2 metra. Po, ishte gjatë, kështu e bukra dheut. Edhe ne ikëm pastaj nga aty, edhe shkuam, si ishte kjo koha, që merrja shtëpi, punonte, ajo ndërmarrja ku punonte babi, bën ata një pallat, 90, ku di unë, fillim 90-s, edhe ikëm, në ndruam shtëpi. Mbasi
Gjyshi jetoj me Xhaxhain pastaj, edhe pak vite pak. Jetoj goxha gjyshi mbrapa, po edhe gjyshi 75 vjeç ka vdekur. Ky Korçari, kurse ato nga mami kanë jetuar më gjatë, po mami